Mi mbrëma të ndëruar shikues e ju adhurues të basketbollit, jemi me duelin e fundit të Gjiros 17 direkt nga palestra 13 qershori në Tiranë, ku Golden Eagle Ylli është një koqir i vllaznimit. Me të vërtet një Gjiro e zjarrt me ndeshje fantastike, shumë rivalitet, do të përbyllet me një ndeshje mjaft interesante, ku fitoria është opcioni vetëm sidomos për skuadrën e vllaznimit. I pam paraprakisht edhe 5 startuese të dyja skuadrave, është Bamforth, Morina, Scott, Huffman dhe Kastrati që startojnë të Golden Eagle Ylli. Në anën tjetër tek skuadra e vllaznimit starton Derek Wilson, Jericho Helms, Anej Koshi dhe Samir Zekici. Shtina në duelin e parë starton tashmë ndeshja. Golden Eagle Ylli starton është me një realizim. Scott Bamforth mbeti me top në duar në sekondat e fundit, nuk arriti të realizon. Megjithatë, mjaft mirë ka nisur vitin 2026 skuadra e Golden Eagle Ylli që po udhëhiqej nga trajneri. Sa e shohim një asist të bukur të Derek Wilsonit për ishin duke pritur skuadra e Yllit që t'ju vije trajneri i ri. Tjetër aksion i bukur në anën tjetër për blokada e Joranej. Nuk ja lejon pikët kapitenit Morina. Huffman, megjithatë mbrojtja ishte edhe më e mirë e skuadrës së vllaznimit. Derek Williams e sheh që ka hapësirë të mjaftuar. Anej tek Derek Williams. Joranej do të tenton për 3 pikë. Joranej është i saktë për treshe. Starti më i mirë i skuadrës së vllaznimit për Ime ka përgatitur me njerë Gordonin që të futet. Një aksion i bukur i Gjakovarëve si tek Derek Wilsoni, gjithsesi pasimi i tij gabuar e vjen kundër sulmi i skuadrës së Golden Eagle Yllit, realizon Erion Kastrati, e shfrytëzoi gabimin e Gjakovarëve dhe randasit në kundërsul. Eksa e shohim depërtimin e Jericho Helms. E para të përballjes, cilat folën të mirë të vllaznimit. Vjen tentimi për 3 pikë me njëherë nga Bamforth. Bamforth i lirë edhe njerë, gjuan për 3 pikë. E nëse ka gjithë këtë hapësirë para ti nuk fal. Shushi të Erion Kastrati. Edhe njëherë Scott Bamforth duke u rëzuar, edhe pse penguan 2 lojtar, barazon gjithçka. 19 me 19. Randasit shohim në lojën dhe Arjan Qallakun, aksion i bukur, topi tek Morina i cili realizon. Wilson e gjenë depërtimin, nuk është i saktë, ka marrë edhe njerë topin, kthen tek Joranej që do gjuan vetë realizon. Joranej vazhdo loja 1-1 Derek Wilsonit, por nuk ka pik. Në anën tjetër Erion Kastrati arrin të realizon në kundërsulme që në skuadrës jenë tentimi për 3 piki. Ziggy Reed realizon për të mos Scott. Në anën tjetër të Morina, Huffman i lirë, afrohet Joranej, por nuk ka problem. Lëvizja e bukur mashtruese e Huffman dhe me ngulitje përfundon aksionin. Anej do tenton edhe një herë për 3 pikë. Joranej në super disponim. Anej do gjuan edhe një herë, kësaj radhe nuk qëlloj, do byrje i doli Nushi. Helms do tenton për 3 pikë. Jericho Helms u devijua ai top i Joranejt nga njërin nga lojtarët e Yllit e në anën tjetër. Edhe një herë shkon asisti për Liz Shushi. Joranej bukur edhe njerë topit tek Liz Shushi. Huffman tek Kastrati. Lirohet Scott Bamforth, bukur tek Huffman edhe njerë. Me ngulitje e përmbyll aksionin, vetëm ngulitje pam në pjesën e dytë nga Golden Eagle Ylli. Ati Koshi. Helms shkon disi ai top deri tek Andrew Gordon, i cili edhe njerë është i sakt. Bamforth. Bukur Scott Bamforth.
tek Derek Wilson, 6 sekonda deri në përfundim të sulmit të skuadrës së vllaznimit. Derek Wilson merr përgjegjësinë do Juan në sekondën e fundit të aksionit. Bashic, Gzimorina, Bashic për 3 pikë realizon. Përfundon qereku i tretë dhe Golden Eagle Ylli e ka krijuar epërsin më thellë sonte. Reed gjen depërtimi në mesin e dy lojë. Morina për 3 pikë realizon Gzimorina. Antoine Scott bukur tek Hufman. Asisti perfekt, plotësisht i lirë Hufman, pasi i tërhoqi dy lojtarë. Antoine Scott realizon për 79 me 67. Tenton për 3 pikë, çfarë treshe J. Cole Allens. Fakat, Bamford. Juan për 3 pikë. Edhe një herë sakt. Scott Bamford fenomenal. 6-5 për treshe. Vetëm një herë ka huqur sonte. Erik Samir Zekicit, Ziggy Reed, Derek Wilson, Juan për 3, realizon Derek Wilson. Wilson, Anej, gjetur depërtimin njërë Anej, realizon 3 pikë shot deri në fund. Antoine Scott përfundon dueli fitore Golden Eagle Yllit, me të vërtet ndeshëm një ndeshje fantastike.